Një aksident i trefisht të shënuar në aksin nacional Maqellar Peshkopi, mes ditën e kësaj të hënë, 3 automjete janë përplasur njëra tjetrën mbi urën e fshatit Pesjak, rreth 2 kilometra në dalje të Maqellarës për Peshkopi. 2 automjetet kanë qenë duke lëvizur në drejtim të qytetit të Peshkopis dhe njëri dyshohet se ka qenë duke hyrë në rrugën nacionale, teksa është përplasur me to. Drejtuesit e mjeteve dhe 4 pasagjerë kanë pësuar lëndime, ndërsa një nga automjetet ka ngecur pak pa rënë në porrua. Për fat të mirë, ky aksident pati vetëm dëme materiale dhe jo në jetë njerëzore. Gjithsesi, të lënduarit janë dërguar për kontroll mjekësor më të specializuar në Tiranë, pasi kanë marrë ndimin e parë në Spitalin Rajonal Dibër. Ende nuk dihen rrethanat e vërteta të këtij aksidenti, ndërsa pritet që policia të zbardhë shkaqet e ngjarjes. Ky është një ndër segmentet më problematike të kësaj rruge me aksidente të shpeshta. Gjatë viteve të fundit janë konstatuar disa zona të kuqe të cilat ka patur aksidente të tilla, si në afërsi të Maqellarës, në Melan, në afërsi të Peshkopisë dhe në Herebel.